Përshëndetje të dashur miq, jam Skanderi. Tani jam në fshati Nangong, pak jashtë Pekinit, diku I varfër, sot I zhvilluar. Suksesi I tij po tregon se si Kina rigjallëron komunitetet rurale. Në vitet 1990, ky ishte një komunitet tipik rural me të ardhura të ulta. Sot në fshatin Nangong jetojnë mbi 4.000 banor. Ekonomia e tij kolektive gjeneron të ardhura vjetore prej më shumë se 300 milion yuan, duke bërë atë një nga modelet më të suksesshme të rigjallërimit rural të Pekinit. Kush ishte pika e kthesës për fshatin Nangong-u? Gjendet tamam në këmbët tona. Energjia geotermale. Këto burime të nxehta natyrore kanë qenë një thesar I fshehur këtu prej sheku I radhë. Në vend që ta shisnin tokën për zhvillim, fshatarët të zgjodhen ta shifrytëzonin këtë burim për vetëm mbështetje. Ata e përdorën për të ngrohur shtëpitë, për të kultivuar ushqimet në sera, madje edhe për të prodhuar energji elektrike. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me energjinë e pastër, por edhe me pavarësinë ekonomike. Mund të mësoni gjithçka rreth kësaj në qendrën e ekspozitave të shkencave geotermale. Çelësi I dytë I suksesit të Nangong-ut është integrimi I kulturës dhe turizmit së bashku me sigurinë e punës. Atraksionet si parku botanike Wuzhou dhe kafeja Qifu kanë krijuar qindra vende pune, shumë prej të cilave janë plotësuar nga të rinj që kanë zgjedhur të kthehen në shtëpi. Me një ekosistem të zhvilluar restorantesh si Chunmanyuan dhe hotelet e përafërta, Nangong jo vetëm tërheqi turistë, por edhe kultivon komunitetin e vet. Kina nxori të gjithë banorë rural nga varfëria ekstreme deri në vitin 2020, por puna e vërtet nuk u ndal këtu. Ajo kaloi nga dhënia e ndihmës në ndërtimin e aftësive. Këtu në Nangong, fokusi është në krijimin e mundësive të qëndrueshme, vende pune, aftësi dhe mbështetje për komunitetin në mënyrë që njerëzit jo vetëm të shpëtojnë në varfërisë, por edhe të qëndrojnë në të lirë prej saj. Dhe sipas pranit të 15 vjeçare të Kinës, fshatrat si Nangong-u do të jenë pionerë të zhvillimit rural të gjelbër, digjital dhe gjithëpërfshirës.